Ju në gjatë jeta Facebook, mimroma TikToka. I dashur Facebook, kemi një temë interesant për me diskutu sonte. Unë do ta flas për juve, i dashur në TikTok gjithashtu përshëndetje. Do të pres njerëzit me u kyç dhe derisa njerëzit të vinë të kyçen, unë do t'i shfletoj disa detaje në sirtarin e hulumtimeve tona lidhur me Richard Grenellin dhe operacionet e tij apo bashkoperatorët e tij në Republikën e Kosovës. Mendoj se një audiencë kaq e madhe që është bërë tash për dallim nga që kam pas më parë. Fillimisht kam pas diku rreth 1000-2000 njerëz të cilët kam pas një lloj shoqërimi në Facebook edhe komunikimi, po nuk kam qenë interesuar me bë postime sepse s'm kalon përshtypje kjo ide. Ajo që kam kalon përshtypje është ideja e fillimit të një ndikimi të atij niveli marramendës që nuk mund ta kem menduar ndonjëherë, fal mbështetjes dhe interesimit të publikut shqiptar për të kuptuar të vërtetën nga një gazetar me integritet i cili e tregon të vërtetën atëherë kur është e hidhur. Edhe po ashtu nuk heziton me e zbulu edhe me fol të vërtetën edhe atëherë kur është e rrezikshme. Se kuqa po na dalin do kapadaia me profile falso, po shajnë, po kërcnojnë, po thojnë veç mos na është në Kosovë, unë në Kosovë vi për çdo vit, sidomos për vitin 2022. Po kush s'më guxon më ofru? Unë besoj që edhe ata që knellen edhe përpjeken më ofru e din që kanë më dështu, sepse e din që unë jam e vërteta. E din që unë e flas të vërtetën. E din që unë nuk i kom poshtë kërkujna. E din që krejt ata çka po e bëj është e vërtetë, me fol për të vërtetën dhe me kallëzu të vërtetën. Gjithsesi, të presim edhe pak njerëz sa të kyçen në këtë transmetim të drejtë për drejtë, edhe sa po të kyçet numri mjaftueshëm i njerëzve, unë pastaj do të flas edhe do t'u ashtjelloj temën e të përkthejlurit të Ramush Haradinajt dhe të përkthejlurit të Hashim Thaqit, zotit Richard Grenell, madje edhe Abdullah Hotit. Do të flasim për historikun e zotit Grenell, si u ngritaj në politik, si vazhdoi rrugtimin e tij, dhe do të flasim detajisht për të gjitha dëmet që ai ja ka bërë Kosovës. Do t'i zbulojmë edhe arsyet pse ai është dëbuar nga Gjermania, ku ka qenë diplomat amerikan atje. Do t'i zbulojmë, unë i kam shkruar këto, po them do t'i zbulojmë për ata të cilët mund të mos kenë dëgjuar ndonjëherë në një nga prezantimet e mia publike në rrjetet sociale, apo mund të mos i kenë lexuar artikujt hulumtues të cilët i kemi botuar ndër vite, sidomos nga viti 2023 tutje. Në rregull atëherë, u bë ora 23:33 te une ku jam. Besoj që do t'jetë 22:33 tek ju ku jeni disa në Evropën qendrore apo në Evropën kontinentale, po sidomos ju që jeni në Kosovë. Edhe një herë, faleminderit shumë, i dashur publik, mbi 200 për juve sa jeni sosh e po rriteni vazhdimisht në transmetimin live tash për tash, sa po e shoh edhe në TikTok edhe në Facebook.
Faleminderit që keni ardhur, faleminderit që më besoni, është privilegj jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i lartë i një integriteti të gazetaresk për ta gëzuar privilegjin e besueshmërisë së publikut. Unë gëzoj privilegjin që të kem gjithashtu dikur edhe 17 milion vizitorë të postimeve të mia në muaj në rrjetet sociale, sidomos në Facebook. Tashmë në TikTok kam rri numri njerëzve që i përcjellin punimet e mia mbi 10.000 dhe në të paktën dikur rreth 20.000 shikime i ka secili postim që e bëj. Ndërkohë që në portalin ton Kronikat e Barutit kemi një numër prej afërsisht mesatare 450.000 600.000. Mesatarja më e lartë, numri më i lartë i ndonjëherë i prekur në portalin ton ka shkuar gjatë muajit qershor dhe korrik, gjatë 3 javëve sidomos të para ku ne kemi filluar ti hartojmë dhe publikojmë dosjen 715 që kemi quajtur apo dosjen e prokurisë speciale të Kosovës në Hag, ku e spjegojmë në detaje se çfarë thot dosja e Hagës për ndërmarrjen e përbashkët kriminale që ata i referohen, të drejtuar nga zoti Thaçi dhe pjesës e cilës është edhe zoti Kadri Veseli, si kreu i shërbimit sekret të atëhershëm që është njohur shik, pastaj zoti Recep Selimi si ministër i rendit, pastaj edhe zoti ish ministër i rendit faktikisht, pastaj edhe zoti Jakub Krasniqi si ish zëdhënës. Interesimi është jashtëzakonisht i lartë, unë jemi jashtëzakonisht të kënaqur dhe të lumtur me faktin që shqiptarët janë të interesuar ta dinë të vërtetën, ta kuptojnë të vërtetën, ta lexojnë të vërtetën atëherë kur është e dhimbshme, edhe e hidhun, edhe ne me integritet dhe dignitet të plot e kemi transmetuar atë dhe po vazhdojmë ta transmetojmë edhe nuk do të ndalemi. Numri njerëzve të abonuar në rrjetet tona sociale është i lartë, por që është më rëndësishme, numri njerëzve të abonuar me pagesë në portalin Kronikat e Barutit ka arritur 238. Nga zero sa i kishim para 2-3 viteve, dhe unë shpresoj që të gjithë ju që jeni këtu, jeni ata që jeni të abonuar, nëse nuk jeni të abonuar dhe jeni këtu sepse ju pëlqen e vërteta, sepse doni që ta mbështetni gazetarinë e vërtetë të pavarur, atëherë ju bëj apel që sa më parë të shkoni edhe të abonoheni me pagesë. Është vetëm 5 euro në muaj dhe çdo detaj i mbështetjes, çdo e vogël, çdo numër i njeriu të abonuar e ndihmon mundësinë sa më parë që ne ta konsolidojmë buxhetin dhe të parkojmë në Kosovë me redaksin tonë. Sonte deshta të flas për Richard Grenell, duke qenë se rrjetet mediatike të afërta editorialisht dhe politikisht me interesat e Beogradit në Kosovë kanë filluar të transmetojnë një deklaratë të tillë ku ata rreshëm thojnë se perëndimi do që Thaçi të lirohet, nuk do të punoj me Kurtin. Dhe e paraqesin fotografinë e Richard Grenellit në atë transmetim. E vërteta është që Richard Grenell nuk e prezanton, as nuk e përfaqëson perëndimin. Perëndimin nënkupton shtetet e fuqishme perëndimore, sidomos shtetet që janë fuqi nukleare, që është Britania e Madhe, Franca dhe Amerika. Dhe nuk ka asnjë nga këto shtetet të cilët kanë deklaruar se nuk duan të punojnë me kryeministin në detyrë të Republikës Kosovës, zotin Kurtin. Përkundrazi, zoti Grenell e ka vetëm flamurin apo nënshtetësinë amerikane, ai dhe krejt karriera e tij politike është për një mercenari të interesave të Moskës dhe Beogradit. Zoti Grenell, gjatë kohës ai ishte punësuar si diplomat në shërbimin diplomatik amerikan dhe karrierës së tij për një diplomati në vitet e 2015 të tjerë në Gjermani, është kapur nga shërbimet sekrete gjermane në, siç themi ne, në Kosovë me pel përdore, duke bashkëpunuar me AFD-n gjermane në një përpjekje për ta përmbytur kancelarin gjermane të kancelarës Angela Merkel. AFD-ja gjermane paguhet, financohet dhe orkestrohet nga fondet e Moskës, po ashtu edhe nga fondet e Kinës.
rrjedhimisht duke parë se Grenell ishte ndër akterët e ndërmjetësues të operacioneve të ambasadës ruse në Gjermani dhe AfD's gjermane atje, siç është raportuar dhe zbuluar nga Der Spiegel gjerman, zoti Grenell ishte deportuar nga Gjermania, pra ishte dëbuar si diplomat amerikan nga Gjermania. Pas dëbimit të tij, pastaj ai filloi t'i ofrohej presidentit apo kandidatit për president zotit Trump, i cili në administratën e tij të parë, në fund të administratës së tij të parë, e emëroi atë si zëvendës apo si shef të përkohshëm të inteligjencës amerikane, të inteligjencës kombëtare. Dhe pas emërimit të tij, ai menjëherë filloi të merrej me çështjen e Kosovës, sepse ishte mercenar i Kremlinit, siç ishte konfirmuar më parë edhe nga Der Spiegel gjerman dhe autoritetet gjermane, për çfarë edhe ishte dëbuar nga Gjermania. Dhe kur ai filloi operacionet e mercenarizmit nga Kremlini zyrtar, targeti i tij i parë ishte politikani i Kosovës, kryeministri Albin Kurti atëhershëm në qeverisjen Kurti Hoti, kur ai kishte ardhur në krye të Republikës Kosovës në një përpjekje pastaj me agjendën e tij të qartë politike për ta përmbytur agjendën pro-beogradase të paraardhësit të tij, kryeministrit dhe ish presidentit Hashim Thaçi, i cili në forma rotative dhe këmbyese të pushtetit edhe me ish kryeministrin Ramush Haradinaj nuk kishte ndaluar agjenda pro-beogradase në Kosovë. Gjatë kohës rotative të formave të pushtetit që ata e kanë bërë në mënyrë rotacionale, ish krerët e luftës ushtrisë lindtare të Kosovës, ata në vazhdimsi e kanë instaluar fuqinë politike dhe kontrollin e kthetrave të Beogradit në Republikën e Kosovës. Ndër veprimet që ata i kanë bërë, fillon me nënshkrimin e dokumentit të Rambujës, i cili afirmon integritetin dhe sovranitetin territorial të Serbisë mbi Kosovën, e cila marrëveshje pastaj derivohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku edhe garantohet integriteti territorial i Serbisë mbi Kosovën, dhe pastaj pas përfundimit të luftës, zoti Thaçi del me zonin Vlora Qitaku te ura kryesore e lumit Tiber dhe u thot shqiptarëve se veri është në duar që ne nuk do të dëshironim, por ka përfunduar kjo punë. Vetëm disa muaj pas asaj deklarate në fund vitit 99, në mesnatës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000, 11.364 shqiptar janë dëbuar si rezultat i operacionit të spastrimit etnik të Beogradit në veriun e vendit. Pra 11.364 shqiptar ishin dëbuar mesnatës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000 para syve të qeverisë së përkohshme të Republikës së Kosovës, të udhëhequr nga zoti Thaçi. Kjo është e vërteta e hidhur. Rreth 11 shqiptar ishin vrarë atë botë dhe shumë të tjerë ishin të zhdukur, dhe të zhdukurit pra i gjetëm në këtë vit në varrezat masive në Zubin Potok, kundër çlirimit të së cilit region ishin në vazhdimsi Partia Demokratike e Kosovës, agjenda politike së cilës, siç e dim, ka qenë një vullnet i qartë politik për të instaluar kthjetrat e Serbisë në Kosovë, për ta plaçkitur Kosovën, shitur dhe dëmtuar ekonominë e Kosovës, dhe gjatë mandatit së cilave janë vrarë kokat politike dhe intelektuale themeltare të ushtrisë lindtare të Kosovës, por janë vrarë edhe politikan dhe gazetare intelektual të tjerë dhe politikan dhe aktivistë të cilët e kanë kundërshtuar një agjendë politike të instalimit të kthetrave të Serbisë brenda Republikës Kosovës. Ku jemi sot me datën 19 gusht 2026? Jemi një situatë ku nxënësit e Baton Haxhiut, apo ndryshe siç me të drejtë shumë i referohen Baton Stanishicit, njeriu që me krenari e ka takuar Jovica Stanisic, dhe gjatë kohës kur populli shqiptar po masakrohej dhe po përballej me gjenocidin brutal të regjimit gjenocidal të Miloševićit, familja e zotit Haxhiu është mbrojtur nga shërbimet serbe atëkohë sipas gjetjeve tona hulumtuese.
Dhe zoti Haxhiu gjatë krejt periudhës kohore të pas luftës në Kosovë, kur ka marrë garanci për mbrojtje nga zoti Thaçi dhe regjimi i tij brutal që mund ta quaj gjithashtu gjakatar, sepse gjatë regjimit të zotit Thaçi, përveç që brutalisht është plaçkitur Republika e Kosovës, brutalisht është thyer, shkërmoqur dhe shkatërrosur e gjithë mundësia apo potenciali ekonomik i Republikës Kosovës, gjatë regjimit të tij brutal, pra është vrar intelektuali shqiptar, është vrar gazetari shqiptar, është vrar politikani shqiptar, është vrar luftëtari dhe veprimtari i lirisë shqiptare. Pra, kjo është arsyeja pse unë mund ta quaj regjimin e tij jo vetëm brutal siç e shpjegova më herët, por edhe regjim gjakatar, duke qenë se ka vrar veprimtar shqiptar, ka vrar gazetar, ka vrar intelektual dhe politikan. Pra regjimi i tij. Dhe jemi në një situatë pra që regjimi i zotit Thaçi, gjakatar e brutal, i ka bërë gjitha ato të zeza ndaj Kosovës, e që tani mund të dakordohemi se ka qenë edhe regjim pro Beogradas, duke qenë se të gjitha marrëveshjet politike të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë dhe amnistimin e kriminalëve serb dhe krimeve të Serbisë, ai i ka aprovuar, ai regjim mund të quhet edhe një regjim i vullnetshëm për interesat e Beogradit në Republikën e Kosovës dhe kundër interesave të Republikës së Kosovës. Është as pak e rastësishme që zoti Haxhiu apo Baton Haxhiu apo Baton Stanishiqi i ka mbjellur rënjet e tij të natyrës kontrollit të informacionit apo distribuimit të dezinformacionit. Ndër nxënësit të cilët e kanë bërë detyrë për ta bërë distribuimin e dezinformacionit të tillë është zoti Ilir Mehmetaj, i cili vazhdimisht bashkë me Berat Buzhalën, Ilir Mirenën, Berat Buzhala, i cili sipas gjetjeve tona u lëmtu se jo që është njeri i ortak me Zvonko Veselinovicin, i cili sillte zall prej Rashkës së Serbisë për ta shtruar asfaltin e Kosovës, në cilin kanë vjedh miliona duke plaçkitur regjimi i zotit Thaçi. Zoti Buzhala gjithashtu është dokumentuar nga analizat tona editoriale 7 mujore se para, gjatë dhe pas sulmeve në Banjska, ai e ka praktikuar një narrativë editoriale e cila e ka shfaqsuar Serbinë nga operacionet e saj agresive kundër Republikës Kosovës dhe përpjekjeve për të aneksuar verinë e Kosovës. Ai gjithashtu vazhdimisht i ka hedhur faj dhe përgjegjësi ndaj qeverisë së Republikës Kosovës, duke përpjekur ta delegjitimojë dhe të drejtën e Republikës Kosovës për vetëmbrojtje nga regjimi i agresiv i Beogradit, pra i drejtuar nga zoti Vučić. Pra, zoti Buzhala është pjesë e këtij projektit, zoti Ilir Merenaj, i cili ka thirrur publikisht në publik se ne duhet ta kuptojmë sipas tij se ne pas kemi qenë fajtor pse Miloševiqi na ka masakruar, e shumë skandale të tjera. Zoti Ilir Mehmetaj, i cili përveç se ka deklaruar se Milošević nuk mund të quhet kriminal, duke qenë se s'qen ka dënuar nga një gjykate ndërkombëtare e Hagës, ai është një njeri që vazhdimisht gënjen dhe gënjen kur kapet duke gënjur dhe gënjen për gënjeshtën që ka gënjur dhe pastaj ngulfatet në rrjetën e gënjeshtrave të tij që ai vetë i ka sajuar në vazhdimsinë e karrierës së tij gazetareske, që ai e quan gazetari, po që në fakt është thjesht një operacion e gënjeshtrave të pandalshme dhe të pasnjëshme sipas edhe analizave tona të dokumentuara, cilat i kemi botuar në kronikat e barutit. Dhe zoti Mehmetaj pikërisht sot e sjell një gënjeshtër të re, ku thotë se perëndimi e do Thaçi të lirohet dhe nuk do të punojë me Kurtin, duke cituar Richard Grenellin. Domethënë prap duke gënjur dhe duke gënjur se Grenelli ka autoritet të përfaqësimit të perëndimit, duke gënjur se Grenell është një autoritet legjitim për ta thënë një fjali të tillë apo një deklaratë të tillë. Në rend të parë, Grenell është i izoluar sipas gjetjeve tona orientuese nga rrjeti i presidentit Trump. Ai është dëbuar nga rrjeti i tij dhe dëshmitë që ai është dëbuar janë 3 të njëpasnjëshme. 1.
ai nuk është lejuar të marrë pjesë në ceremoninë inaugurale të presidentit Trump, sepse certifikata e tij e sigurisë kombëtare është revokuar. Kjo si rezultat i hulumtimeve tona të cilat i kemi zbuluar pse zoti Grenell është dëbuar nga Gjermania. 2. Zoti Grenell nuk është lejuar nuk i është mundësuar ta organizojë një takim ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit Vučić në muajin shkurt të këtij viti, duke qenë se është i dëbuar nga rrethi i presidentit Trump. Dhe atë e ka deklaruar edhe shefja e shtabit të kabinetit të presidentit Trump në gazetën britanike Daily Mail. Ne gjithashtu kemi zbuluar se zoti Grenell ka punuar me Vladimir Plahotniukun, pra politikanin moldavez të kontrolluar nga Putini, në një përpjekje për ta ndihmuar atë që ta përmbyste qeverisjen moldave pro-perëndimore. Por karriera e përpjekjes së tij për ta përmbysur një qeverisje pro-perëndimore nuk përfundon në Moldavi. Ai e kishte zbatuar një taktik të tillë edhe në Republikën e Kosovës, kur në vitin 2020, duke i rekrutuar të tillët si Avdullah Hoti në rrethin e tij pro-moskovit, ai kishte arritur që ta bind LDK-n për ta përmbytur qeverinë Kurti Hoti, me që rast qeveria Kurti Hoti u përmbyt në vitin 2019, pastaj e bën koalicion të përbashkët të gjerë me Ramush Haradinaj, pra zoti Avdullah Hoti kishte bërë koalicion të gjerë me zotin Haradinaj, por edhe me Milan Radojčićin e listës serbe, deri në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2021, kur sovrani ia konfirmoi besueshmërinë e plot mbi 51% të zotit Kurti. Gjithashtu, ne kemi hulumtuar dhe zbuluar bashkë me gazetën amerikane Washington Post edhe përfshirjen e zotit Grenell në fondacionin Magyar Foundation të Viktor Orbanit të Hungarisë, i cili ishte kundër Evropës për ta destabilizuar Evropën në Evropë dhe për të cilin fondacion zoti Grenell kishte punuar për të përpjekur ta normalizonte politikën e tij në Washington, por gjithashtu kishte dështuar. Ne gjithashtu e kemi zbuluar, dokumentuar dhe raportuar edhe lidhjet e afërta të zotit Grenell me qeverinë në Beograd dhe operacionet e tij klandestine për të sjellur mercenarë të tjerë, në të cilat operacione është i përfshirë zoti Ramush Haradinaj në vazhdimsi. Edhe në këtë moment sa ne jemi duke folur. Zoti Grenell gjithashtu duhet mos harrojmë është dekoruar me urdhrin e flamurit të Serbisë nga presidenti Vučić vetëm 31 ditë pasi që Serbia e kishte vrarë policin Afrim Bunjaku në veri të vendit me 24 shtator të vitit 2023, kur ata ishin përpjekur të aneksonin veriun e Kosovës në një stel të aneksimit rus të Krimes së Ukrainës së vitit 2014, por që rusët në Ukrainë kishin sukses, ndërkohë që serbët në Kosovë dështuan, edhe pse vetëm një vit para atij operacioni aneksues, ata e kishin nënshkruar një marrëveshje të bashkëndimit të politikave tyre të jashtme me Moskën zyrtare në një përpjekje për ta marrur mbështetjen e Moskës zyrtare në forma zyrtare për të përpjekur ta destabilizonin Kosovën dhe ta aneksonin veriun e vendit. Dhe përpjekja e aneksimit të veriut të vendit nuk është çështje e izoluar, nuk është çështje që ka ndodhur ad hoc aty për aty, është çështje që ka qenë planifikuar nga zoti Thaçi. Zoti Thaçi ka dalur me propozimin e, si që quante ai, shkëmbimit të territorëve, por që në fakt përpjekja ka qenë për t'ia dhuruar veriun e Kosovës Serbisë në një formë ceremoniale, pasi që ai ishte takuar me presidentin rus Vladimir Putin, një takim të cilin fillimisht nuk i kishte raportuar në administratën amerikane në Washington, por nuk i kishte raportuar as në Londër, dhe siç dëgjohet në përgjimet të cilat ishin marrë si vendim nga faktori ndërkombëtar për tu dëgjuar se çfarë po fliste zoti Thaçi dhe me kë po fliste, ai thot se unë mund të luaj, besoj që e keni dëgjuar çfarë do mund të luan me amerikanët, duke folur në një këmbim bisedash me Adem Grabovcin, që u zbulua afera që quhej afera Pronto, afera tyre korruptive, nga që
hodhi dritë se si këta e kishin mendësinë e menaxhimit dhe administrimit të parasë publike apo administratës në Kosovë. Kështu e kemi një situatë, domethënë që na e kanë sjellur Grenellin prap si autoritet legjitim në një përpjekje për t'i vënë besimin se ky njeri pas ka legitimitet të flas në emër të Perëndimit. Jo, ky nuk ka legitimitet të flas në emër të Perëndimit, ky nuk është Perëndimi. Perëndimi ka izoluar dhe është i dobuar nga Gjermania. Zoti Grenell tashmë është edhe person me vëzhgim nga Britania e Madhe dhe ai nuk shkel në Britaninë e Madhe, sepse nëse shkel do të merret në vëzhgim dhe në kontroll, edhe do të merret në pyetje për skandalet e tij dhe bashkëpunimet e tij me regjimin e Putinit, i cili tashmë është duke kërcënuar drejt për drejt Britaninë e Madhe. Pra, Grenelli është i mirë se ardhur vetëm në Malë të Zi, aty ku paratë e zeza të Radojqiqit, Vučićit, Veselinovicit dhe Ović Veton në Prishtinë qarkullojnë, që redakcia jonë është duke i shikuar këto dhe duke i vëzhguar këto aktivitete, dhe është i mirë se ardhur në Beograd, por është edhe i mirë se ardhur në kanalet e lagjës së medjave të Beogradit në Prishtinë, të cilat vazhdimisht e kanë sulmuar të drejtën legjitime të Republikës Kosovës për të vetë mbrojt nga brutaliteti agresiv i Serbisë dhe nga përpjekja e vazhdueshme e Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Tani Kosova është në prag të një përpjekje të dytë për të destabilizuar, por kësaj radhe nga ata që ne i quajmë në redaksin tonë arinjt e fjetur të Serbisë në Kosovë. Dhe fatkeqësisht ata arinjt të fjetur po dalin të jenë partitë opozitare të përbashkëta, të cilat janë duke u përpjekur të destabilizojnë Kosovën dhe situatën e sigurisë me qëllim të parandalimit të mbajtjes së zgjedhjeve tona të ardhshme parlamentare që duhet të mbahen të paktën në dhjetor, për shkak që është hera e tretë që këto parti opozitare sabotuese dhe të cilat janë të interesuar të vazhdojnë të zbatojnë agjendën beogradase për të vazhduar të instalojnë kthjetrat e Beogradit në Kosovë, këto i përmbytën 3 rezultate zgjedhore. Përmbytën rezultatin zgjedhor të shkurtit vitit 2025, e përmbytën rezultatin zgjedhor të dhjetorit 2025 dhe tashmë e kanë përmbytur edhe rezultatin zgjedhor të 7 qartshorit vitit 2026. Dhe ne prap do të kemi zgjedhje i dashur publik, i dashur qytetarë e Republikës Kosovës në dhjetor të këtij viti, sepse këta janë të interesuar që Kosova të vazhdoj të jetë pa institucione, pa konsolidim të shtetit, me qëllim që t'ja ndalojnë hovin e procesit të agjendës politike për të shkëputur nga Serbia. Dhe duke qenë se këta e dinë se në zgjedhjet e dhjetorit të këtij dhjetori prap nuk do të mund të fitojnë, madje do të humbin edhe më shumë, do të fundosen edhe më keq, këta e kanë marrë një aktivitet tjetër rezerv, i cili është destabilizimi i Kosovës apo krijimi i krizave të sigurisë në vend. Se si do të përballen ata me pasojat e këtyre veprimeve të ndërmarra në shtator të vitit të këtij viti, pra vetëm edhe disa ditë, 15-16 ditë ju kanë mbet, ose ndoshta 10 ditë, nuk e dim, por ajo që ka dim ne si redaksi është qeveria e Republikës Kosovës ka mbështetje të palëkundur nga Londra dhe Washingtoni zyrtar për t'i shtypur operacione destabilizuese klandestine të orkestruara nga Beogradi dhe Moska zyrtare në një përpjekje për ta destabilizuar Kosovën dhe për ta parandaluar procesin demokratik dhe procesin politik të Kosovës për të shkëputur nga Serbia, të cilën shkëputje këta e kanë parandaluar dhe vazhdimsinë e kontrollit të Serbisë në Kosovë këta e kanë instaluar mbrapa për 20 vjet rresht në forma rotative të pushtetit që këta e kanë pasur. Prandaj, edhe njëherë, për fund, apel mos ju besoni kur ju thonë se
Grenelli po thot për perëndimin, Grenelli nuk flet për perëndimin, Grenelli flet për Moskën. Grenelli është mercenar i konfirmuar i Moskës zyrtare. Aleatët kryesor të Grenellit janë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, altoparlantët e Grenellit janë Liri Mehmetaj, Baton Haxhiu, Berat Buzhala, Ilir Merena, TVT Shtatshi, Gazeta Express, e këto media të cilat jemi mësuar t'i lexojmë që përpiqen të na thrasin për të mos i besuar Republikës Kosovës dhe për të mos besuar se Beogradi qenë ka fajtore kur ne destabilizohemi dhe kur ne sulmohemi nga jashtë. Dhe në përpjekje të tyre të vazhdueshme për të na bindur që duhet ta pranojmë Beogradin sepse ndryshe nuk po bëka. Të tillët si Liri Mehmetaj ka bërë edhe film dokumentar në një përpjekje të dëshpëruar për ta krahasuar çështjen e veriut me Tirolin jugor dhe duke u përpjekur të bënte nëpërmjet filmit të tij dokumentar të financuar nga Baton Haxhiu apo ndryshe mbase nga Beogradi, duke u përpjekur të bëj presion Kosovës që ta pranoj krijimin e Republikave të Serbisë brenda Kosovës. Këto janë veprime të papranueshme i dashur publik dhe ne duhet t'i kundërshtojmë me meshë me shpirt në çdo rrethon, kudo që jemi, kudo që shkojmë, sido që i shohim ato. Një detaj tjetër shumë interesant që dua të flas është edhe deklarata e para disa ditëve e Ardianxhinit, i cili tha se Kosova është e infiltruar nga shërbimet sekrete armike, se sa spion të tjerë mund të jenë në majat e pushtetit. Ai i referohet hyrjes në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, pra hyrjes klandestine të Ron Patrikut. Ron Patriku është njeriu mercenar i Moskës, mercenar i Wagnerit të Rusisë, të cilin e ka sjellë Richard Grenelli bashkë me Ramush Haradinaj. Ron Patriku fillimisht arrajshëm është paraqitur nga mediat aleate të Ramush Haradinaj si shefi i CIA-s për Ballkan dhe pastaj kur ne kemi konfirmuar me Langley që ai nuk ishte të bënte asnjëherë me CIA-n dhe s'kishte të bënte me asnjë operacion të CIA-s, as nuk ishte i autorizuar me CIA-n, ne i kemi ekspozuar këto operacione, gjithashtu e kemi dokumentuar se me lidhjet e shikut vrastar, i cili i ka të instaluar kthejtrat e veta brenda Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Ramush Haradinaj në bashkëpunim me Richard Grenellin kanë arritur ta instalojnë Ron Patrikun brenda Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Dhe ne kemi dokumentuar këtë proces dhe me sa duket arsyeën pse pas kanë sjellur Ron Patrikun aty me lidhje me Wagnerin e Rusisë, që këta e din me vedije të plot, e pas kanë sjellur që pastaj të thonë e po shikojnë administratën e Kurtit ka agent të Rusisë brenda AKI-s. Ndërkohë që në fakt ata që e kanë sjellë dhe e kanë instaluar agentin e Rusisë brenda AKI-s janë veç Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Richard Grenelli. I dashur publik, ne kemi dokumentuar këtë pretendim, e kemi raportuar me kohë, kemi djegur këto karta klandestine këtyne hordhive të cilat janë faktikisht në krah me armikun e vërtet të Kosovës, duke u përpjekur të krijojnë kriza me mbështetje të armiqve tanë, në mënyrë që pastaj këta në sajt asaj krize të kapin kërbaqen dhe të munohen të kapin pushtetin nëpërmjet formës së dhunshme. Këta janë çaja struktura politike e Kosovës e cila vjen nga koha e luftës, në gjatë së cilës periudhë këta e kanë marrë shtabin e përgjithshëm të ushtrisë ligjore të Kosovës me dhunë, duke i vrarë krerët e vërtet themeltar të kokave intelektuale dhe politike të ushtrisë ligjore të Kosovës, duke filluar me Bejdin Allaçin dhe të tjerët të cilët sot hajnë dhe e nuk e dim ku janë, sepse ekipi puqist i kriminelve klandestin e kanë ardhur, e kanë bërë puq themeltarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës dhe e kanë kapur shtabin e përgjithshëm me qëllim që ta bëjnë kapitullimin e ushtrisë ligjore të Kosovës, pra parandalimin e shlirimin të trojeve tona
dhe bashkimit të tyre me Shqipërinë, me që rast kanë nënshkruar marrëveshjen ndërkombëtare që i kanë avancuar interesat e Serbisë dhe kontrollin territorial të Serbisë mbi Kosovën, me që rast suksesshëm i kanë vrarë veprimtarët tanë të lirisë të cilët kanë ditur ndonjë gjë për ta, suksesshëm i kanë vrarë veprimtarët politik, gazetarët, intelektualët e të tjerët dhe suksesshëm e kanë shkatruar në mënyrë sistematike krejt infrastrukturën ekonomike të potencialit të zhvillimit ekonomik industrial të Republikës Kosovës, madje edhe kur e kanë shitur nëpërmjet formave të privatizimit, këta gjithashtu e kanë plaçkitur dhe çdo ndërmarrje e shpëtuar publike ka shkuar me buxhet në -0 në vazhdimsi, duke qenë se këta vazhdimisht e kanë zhvatur, e kanë plaçkitur, e kanë vjedhur në format më brutale të mundshme që mund të ketë parë ndonjëherë historia jonë. Pra, këto janë banda kriminale të mveshura me petkën e partive politike, këto janë banda kriminale armiqësore, të maskuar dhe kamufluara me simbole të luftës shtrimtare, të cilët faktikisht kauza përballë simboleve të tyre është krejtësisht e kundërt, dhe këta njerëz janë të rrezikshëm dhe janë kërcënim ekzistencial për sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës, janë kërcënim ekzistencial për sigurinë dhe integritetin e së vërtetës në Republikën e Kosovës. Mos ju besoni, luftoni këta njerëz në çfarëdo forme që e keni mundësi, por jo në format brutale, gjakatare, qysh këta janë, qysh është karakteri i tyre. Forma më e mirë e luftës kundër tyre është që të mos i dëgjoni, të mos ju besoni dhe kur të vije dita e votës të mos ja jepni besimin për shtëpinë tonë kolektive, Republikën e Kosovës, sepse këta janë ata njerëz të cilët e kanë vjedh, e kanë plaçkit shtëpinë tonë kolektive për 20 vjet rresht. Këta janë ata njerëz që ju kanë dhënë të gjitha gjësendet tona dhe dhomat tona në shtëpisë tonë kolektive, armikut, pra Serbisë, vullnetshëm e kanë bërë këtë. Këta janë ata njerëz të cilët i kanë vrarë anëtarët e familjes tonë kolektive të Republikës Kosovës, pra kanë vrarë politikan, gazetar, intelektual, veprimtar të lirisë, madje edhe çlirimtar, madje edhe luftëtar të lirisë. Këta nuk i kanë kursyer deri tek vrasja dhe ekzekutimi i krerëve të vërtet themeltar të ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës. Ne jemi në vitin 2027 dhe jemi një vit ku fatmirësisht tash 3 vite kronikat e barutit po vazhdon me u adjek gënjeshtat rrjeteve kriminale me barut, edhe ne do të vazhdojmë falë ndihmës tuaj, falë mbështetjes tuaj për të vërtetën dhe etjes tuaj për ta kuptuar të vërtetën. Prandaj lutëm, jemi të gjithë bashkë në këtë luftë. Mos harroni, abononi me pagesë dhe ndihmojeni kronikat e barutit që sa më parë të zbarkojnë në Kosovë në mënyrë që t'i çojmë te pijat, edhe ta marrin vesh kush, na për çfarë biruca po fshihet, edhe po maskohet me çka, edhe t'i ekspozojmë operacionet e tyre klandestine, antikombëtare kundër Republikës Kosovës. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Për krejt këto që fola deri më tash janë vetëm sepse janë vërtetuar nga redaksia jonë në Londër, janë sepse i kemi dokumentuar dhe tashmë i kemi raportuar dhe publikuar në kronikat e barutit. Lypeni Richard Grenellin, keni 10 artikuj të shkruar të cilët janë të dokumentuar për të kalumin e tij. Lypeni Ramush Haradinaj, e shihni se çka ka bë. Lypeni Hashim Thaçin, e shihni çka ka bë. Lypeni Dosin 715 të Hagës, e shihni se çka thot. Pra, këta njerëz nuk po gjykohen në Hagë sepse siç pretendohet nga rrjete kriminale në Kosovë kanë luftuar për lirinë, ta po gjykohen në Hagë sepse kanë vrarë shqiptar, kanë vrarë veprimtar të lirisë, kanë vrarë gazetar, kanë vrarë intelektual, e kanë vrarë kokën politike, intelektuale dhe themeltare të luftës së lavdishme çlirimtare të quajtur ushtria çlirimtare e Kosovës. Prandaj, këta nuk kanë të bëjnë me shtërimin atë dheut, vetmi arsye pse këta janë aty është sepse kanë vrarë veprimtar, çlirimtar, shqiptar.
Gjithashtu, mos harroni lypin e emnin Ramush Haradinaj, që thash lypin e emnin e Milan Radojčićit, lypin e emnin e Berat Buzhalës, lypin e emnin e Lirim Mehmetajt, lypin e emnin e Ilir Mirenës, lypin e emnin e Baton Haxhiut. Krejt për këta emra ne kemi analizuar, dokumentuar, hulumtuar dhe botuar materiale të rëndësishme të cilat janë të vërtetuar në gjetjet tona pretenduese se kush janë këta dhe çfarë bëjnë dhe si ja bëjnë të zezën kombit ton dhe vendit ton. Faleminderit shumë për vëmendje, ju përshëndes fort, ju përqafoj shumë, ju uroj gjithçka të mbar, mos harroni abonohuni me pagesë në kronikat e barutit, sepse është domosdoshmëri etike që ne ta konsolidojmë buxhetin ton editorial sa më parë në mënyrë që të zbarkojmë në Kosovë sa më parë dhe të flasim e t'ua tregojmë të gjitha të vërtetat e hidhura, sepse pa i mësuar ato ne nuk mund t'i ndërtojmë fundamentet e shtetit apo themelet e shtëpisë tonë kolektive. Themelet që janë vënë tashmë janë vënë prap, janë vënë për interesat Serbisë, janë vënë për interesat grupeve kriminale, banditeske, plaçkitse, prandaj ato themele duhet me u lujt, edhe Kosova duhet me u marru prej fillimit. Fatkeqësisht duhet me anis pej aty kur dëshmorët e rënë për liri që e kanë dhënë jetën dhe gjakun e tyre për shtirimin atë dheut, duhet me anis prej atyhit për me ndërtu themelet e shtetit ton prap nga e para. Dhe fatmirësisht të parën e kanë dhënë dëshmorët e liris ton, dëshmorët e rënë për liri, herojt atë dheut ton, dhe çdo gjë pas tyne është shkelur dhe është dhe plaçkice siç e kanë ndërtuar dhe dizajnuar këto hordhit banditeske të pushteteve 20 vjeçare rotative në Kosovë. Faleminderit shumë, natën e mirë e shihemi në rastet e tjera.